A e morët vesh se qa është bon Anglia, po se morët veshme? Po lexoja i lajmë tani, nga ato lajmet ekonomike dhe më duket se po bëhet nami. Kush ka në Europin e vet, ja çoj këtë video se rrezik akoma sa ka kuptuar që Anglia që ka fut në për këto listat me varfëri të thellë. Pas kam bëj studim, nuk po ja them emrin fondacionit, se edhe po ja thash s'do ta marrni mend. Po thoka që rreth 6.8 milion njerëz në Angli që kanë fut në varfëri të thellë. Është një lloj termi që e përdorin këto në Angli. Unë nuk ta kuptoj, sepse këto thënë të gjitha ato njerëz si marrin 16.000 pound vit që kanë në varfëri të thellë. Kjo më duket se është një si ato lajmet e kohës së Enverit që thoshte andej hajnë barën e hajnë mishë e kështu gjëra, ke parasysh, po nuk e di. Inflacioni normalisht është rritur në Angli, rrogat janë po njësoj, kështu që qerat janë shumë të larta. Dhe kam përshtypjen nuk duhet gënjehemi nga ato fasadat e bukura ose nga videot e bukura që i hedhin njerëzit në Instagram. Anglia që ka fut në varfëri, nuk e di sa do e besoni, as unë s'po e besoj dot, sepse s'kam qenë asnjëherë në Angli ta kuptoj. Por këto studime nuk janë kot, nuk e di çfarë qëllimi kanë. Kështu që lini një koment e besoni apo jo që Anglia që ka fut në vendet me varfëri të thellë. Imagjino çfarë do të themi ne për veten tonë që kemi gjithë jetën të varfër. Ka gjithë video për sot, shihemi prapë nesër.